Shpresoj që ju ka pëlqy epizodi sonëtëm dhe musafiri sonëtëm që e patëm këtu të Robi Plakët në Dorvet e tash erdhë momenti me po se kush ka fitu e kush përshkon mundze në këtë ftëft në Dubai nga Hepsi, pra kush e ka provu ofertën Dubai, a i shkon në Dubai. Urime festën e Shën Valentinit e ta shofim na se kush është në faklia. Ka lujt kush ka lujt, a i që lunë fiton. Te përzim qëtu, këtu dallavere s'ka, mashallah pas kanë lujt plët, ku mos me lujt se Hepsi është numër 1. Hajde, kush është në faklia. Po e provojmë numrin e telefonit. Me pas ka numrin e letë. Kush flen herët, nuk ka Dubai. Alo. Përshëndetje, Fatlinda. Po. A të pëlqen Hepsi? As për a dëgjën mirë. Heps. A shkon shpesh në Heps, a të pëlqen Hepsi? Po, A e ki pasaportën valide? Po. A kështë pas qef me shku në Dubai? A e kom fitua? E ke fitu, edhe për hajrë të koft. Fatlinda Ramadani, Po. ki me shku në Dubai bënu gati. Po, faleminderit shumë. Me thonë po flet? Po flet me Robertin nga Robi Plakët kur dën vetë. Fatlinda Ramadani, Faleminderit shumë. je e përzgjedhën, do me thonë ki me shku nga Hepsi në Dubai, bëni gati teshat për gjdo informat, pra nesër e hane, ki me shku në zyret e Hepsit në Çagllavic. Me Çagllavic? Po, për gjdo informat. Okej. Me të mira edhe miru pafshim. E kalosh mirë në Dubai. Ciao, ciao, ciao. Faleminderit shumë, kalofshim. E, pra, kush lajmërohet edhe fiton. Fatlinda Ramadani, pra, është fituese e ofertës Dubai nga Hepsi. Hepsi the best, natën e mire boshit, nëmën të Robi Plakët ku Dorvet dhe Heps.